Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri është përgjigjur nga fushkruja kërkesës së kryopozitarit Basha për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme, si pasojë përmbytjeve. Tahiri tha se opozita ka zakon të merret me fatkeqësitë e njerëzve vetëm për të bërë politikë. Opozita e ka bërë zakon që të merret me fatkeqësinë e njerëzve duke u përpjekur të prodhojë politikë mbi kapriçat e natyrës apo mbi fatkeqësinë e njerëzve për çdo lloj arsye. Unë i bëj thirrje opozitës, nëse ka energji pozitive të bashkohet me ne për të ndihmuar qytetarët që sot kanë nevojën tonë. Ministri Tahiri shpërndau ndihma për banorët e prekur nga përmbytjet e ditëve të fundit, ku tha se po evidentojnë zonat e nxehta dhe po shihet mundësia e investimeve që të mos përsëriten më përmbytjet. Duhen gjamë këta, unë du dyshek e ergana, se s'kam lavatri që m'ka hik. Frigoriferin tjetër lanë, unë du, ata du, s'du këta. Se shyrë që në garot e mesë, që s'na ka zonë mrena. Në garot të zonë jetë. Ne prandaj jemi këtu. Ne kemi shumë keq. Ne nuk duam nima, vetëm në rrugëlumi. Unë kam marrë të ditë jashtëzakonshëm. Për ne është e rëndësishme që nga njëra anë të ndihmojmë banorët sot, dhe nga ana tjetër të shohim me pushtetin vendor dhe me të gjitha strukturat shtetërore mundësinë që të bëjmë investimet të tilla që përmbytjet këtu të mos përsëriten. 2 ditë më parë, kreu i opozitës Lulzim Basha, po nga fushkruja ku takua me banorët e dëmtuar nga përmbytjet, deklaroi se qeveria nuk shpall gjendjen e jashtëzakonshme, pasi nuk do të dëmshpërblej familjet e prekura.